miqësore e bukur, ndërmjet dy skuadrave ikon, ndoshta duhet edhe më shumë spektator për të shijuar një super ndeshje ndërmjet dy ekipeve vëllezërore. Unë do e kaloja pak bukur, do thoya që miqësore luksi, se do të luash me Shkëndijin, një nga ekipet më me traditë në mbar shqiptarisë. Është gjithmonë kënaqësi. Sigurisht që po të ishte edhe stadiumi më i mbushur, por në këtë periudhë njerëzit zgjedhin pushimet, sepse jemi në pikun e pushimeve. Gjithsesi ishin mjaftueshëm, do thoya unë, por që thash, po e mbyll përgjigjen e parë, që të luash me Shkëndijin është gjithmonë mirë, edhe në aspektin sportiv, edhe duke qenë që luan me një nga ekipet më të mira të bashkëqendrisë. Një daja si një trajner që kërkon shumë disiplinë taktike, është strikt me detyrat e tij, por pam edhe një Shkëndij që sot ndoshta mbas edhe juaj me jeton me Gjirin, po luftonit taktikat e njëri tjetrit dhe gjithë kjo për përfitimin të atyre që ndoqën një ndeshje mendoj tamam si të ishte një ndeshje me karakter heroik. Sigurisht që unë pash edhe një Shkëndij që për te një lojtarëve cilësor që ka, pash edhe dorën e jetonit, pra të stafit teknik, dhe që besoj që do jetë një pjesë shumë e rëndësishme në këtë rrugtim në Europë, sepse gjithmonë përplasesh me ekipe relativisht forta, dhe uroj që edhe Shkëndijin edhe jetonit shkoni sa më larg që t'jetë mundur, sepse në fund fare përfeksioni jo vetëm futbollin e Maqedonisë Veriut, por që për çdo arritje të çdo ekipi shqiptar, siç është edhe Shkëndija, neve gjithmonë na bëhet qefi si për ekipet që janë në Superligën, qoftë tonën, qoftë edhe të Kosovës. Ma dha Shkëndija sot atë testin që deshet ta merr në këtë fazë të vendimit? Sigurisht ne e dha, por po të kishim dhe ndimin e arbitrit në lojë efektive, do ishte akoma më mirë, sepse neve përgatitemi për kompeticionet europiane të dy ekipet, ku atje ka lojë efektive më të madhe dhe ka më pak ndërprerje. Megjithatë, ishte një test shumë i mirë për neve, sepse thash që të luash me Shkëndijin do të vraposh shumë, edhe do të përpiqesh që të kesh edhe ekuilibër, sepse edhe Shkëndija ka goxha ekuilibër brenda lojës, brenda veprimeve taktike. Pyetja e fundit, publikut i kishte munguar Shkëndija në këtë fazë që ishte jashtë Maqedonisë, por duke përkrahur ekipin e tyre, u duk që kënaqeshin me ju, me skuadrën e Dinamos, me ju personalisht, si u ndjet në Tetov? Unë kam ardhur shpesh në Tetov, por që kam respekt për qytetin, për njerëzit, sepse në fund fare njerëzit e bëjnë qytetin, dhe ndjehem goxha mirë edhe sot, po ishte po e njëjta gjë, dhe besoj që respekti është reciprok, sepse edhe unë kam respekt jo vetëm për Shkëndijin, por edhe për qytetin e Tetovës.